Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalu salati wa temu teslim ala nebina Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi e gjmajin. E falenderojmë Allahun e madhërishëm me madhërimet, lartësimet dhe lavdërimet e jashtëzakonshme që i takojnë atij. E falenderojmë të madhin Zot, e madhërojmë atë, e lartësojmë, i cili na dhuroi mirësitë pafundme. Edhe është ai i cili na krijoi, është ai i cili nuk e pa asnjë të mirë vetë se prej mëshirës dhe rahmetit të tij. Përshëndetje të sinqerta mbi Muhammed Mustafan alayhis salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ato njerëz ndershëm, të mirë, të begat, meshkuj apo femra, qofshin deri në ditë gjykimit. Xhuman që kaloi me lejen e të Madhit Zot, ne folëm për rëndësinë e namazit, nga që kishte lidhje me udhimin e Profetit alayhis salam në natën e Miraxhit. Dhe i Madhi Zot më fund tha do falni 5 edhe do ta keni shpërblimin si 50. Gjithë secili prej muslimanëve dhe muslimaneve që do fali 5 vaktet, i Madhi Zot do t'ja paguaj si 50. Prandaj çdo kush që i don të mirën vetes, se Zoti i gjithësisë nuk ka nevojë për namazin ton, duhet mundohet t'i bëj vaktet e plota, sakta, dhe t'ja bëj Zotit falenderimin, lavdërimin dhe madhërimin që është përcaktuar në namaz. Se namazi esencën e vet e ka lavdërim, madhërim edhe lartësim që i bëhet sunduesit madh gjithësisë, me gjuhë edhe me gjymtyr. Kur hyhet namaz thuhet Allahu Ekber, pra madhërohet Zoti, Zoti është më i madhi. Kur bim në ruku dhe në sejdë themi Subhan Rabbiyal Azim apo Subhan Rabbiyal Ala, i patmeta është Zoti i madhërisëm, i patmeta është Zoti i lartësuar, pra e lartëson. Pra namazi është madhërim, lartësim dhe falënderim sunduesit madh gjithësisë. Kur fillon namazi me u këndu, gjëja parë thuhet Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimet i takojnë Allahut Zotit gjithësisë, që do të thotë që është falënderim, madhërim edhe lartësim me gjuhë, edhe pastaj nëpërmjet sejdës, nëpërmjet qëndrimit në këmbë, nëpërmjet rukus, është një madhërim që i bëhet madhit Allah me gjithë qenien që ne kemi dhurat prej tij, sepse ato fjalë që thuhen mendohen dhe hynë në sistem mendimi, mendja, shpirti, zemra, trupi dhe gjuha. Pra e gjithë qenia, gjithë elementet kryesorë të qenies, elhamdulillah, i ka përcaktuar i Madhi Zot namaz. Dhe Profeti alayhis salam mori fuqi të madhe në natën e Miraxhit. Kuptohet, edhe me gjërat vogla që mund të na ndodhin, na shtohet besimi dhe imani. Imagjinojeni vetë një udhtim i madh, wa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ai tha natë, Profeti alayhis salam natën e Miraxhit pa shenjat mëdha të Zotit të tij. Pra e pa xhenetin, e pa xhenemin u afru deri afër fuqiplotit. Pa Sidratul Muntaha, pra aty ku ndahet kufiri i krijesave, pa shumë nga shenjat, pa Beitul Ma'mur, xhamia e madhe në qiellin e 7 që hyn 70.000 engjëll dhe nuk dalin derisa të bëhet kiameti, me radhë. Pra pa gjërat madhërishme, toka është një atom përpara asaj që pa Profeti Muhammed alayhis salam. Sot po vërtetohet që toka edhe shkencërisht është shumë e vogël, krahasim me sistemin diellor, është një nga planetet e vegjël, krahasim me diellin është shumë i vogël, krahasim me galaktikën akoma më i vogël, krahasim me universin s'llogaritet fare. Këto gjërat madhërishme i pa Profeti alayhis salam, krijimet mëdha të Allahut, me i tregu më shumë Zoti i gjithësisë kush është, pra çfarë ka kriju, për t'i treguar madhështinë dhe fuqinë, pushtetin e tij absolut më shumë Profeti alayhis salam, dhe Profeti alayhis salam na transmetuar neve. Këto që i zbulon shkenca sot janë i plus i madh, që neve i lexojmë apo shkencëtarët i studiojnë dhe i shpjegojnë njerëzimit, këto janë më të dukshme krijimet e të madhërishmit Allah. Kur zbriti Profeti alayhis salam në tokë, nesër mëngjes, çfarë bisede mund bënte tjetër përveç se duke i shpjeguar besimtarëve në veçantë, po atëherë ishin pak në Mekë. Dhe u hap lajmi dhe ka ato që nuk besojnë. Që Profeti Muhammed thot, ose Muhamedi ato që se besojshin, mbrenda i pjesët natës ka shku në Mesjidul Aqsa, në Palestinë, pastaj ka shku lart në qiell. Pra Allah thoshin ato, s'bën kjo. Se s'ka qenë si sot, për shembull, jeti me avion me vërtet brenda një ore shkon në Itali apo në Turqi. Atëherë ka qenë kohë tjetër dhe kjo u duke pamundshme, se po s'besove të Madhin Zot, është shumë e vështirë ti besosh pasaj tjera që vijnë mbas saj. Se Islami është shkollë. Klasa parë është besosh Zotin, po s'pa të besuar Zotin, s'mund të mësosh diçka më shumë, nuk e kupton atë ti.
Sepse ke hyrë në klasë tretë përpara se të hysh në klasën e parë. S'ke mësuar akoma alfabetin, do të lexosh çfarë tekste ka në universitet. Nuk i lexon dot fare se ti s'din gjuhën, ti s'din të lexosh akoma, s'ke mësuar alfabetin akoma. Dhe profeti alayhis salam nga pasioni i madh e shpjegoi, por ato që nuk besojshin deshin me e përdor. Me nxjerr profetin Muhammed alayhis salam sikur thoshte gjëra të çuditshme. Dhe than, njeriu më besnik i profetit kush është Ebu Bekri? Tha, sot në Ebu Bekrin e kapim mat. Pra i themi i gjotë çuditshme që ai ta mohoj shokun e vet, mos bëj si fanatik mbas tij. Dhe i shkojnë dhe i thojnë, o Ebu Bekër, Ebu Bekri akoma s'ishte informuar se kishte taku profetin alayhis salam. Tha, o Ebu Bekër, shoku jot besnik që ti rrin gjithë kohës duke na e lavdru dhe proklamu. Ai thotë që brenda i pjesët natës ka thoni gjotë çuditshme shumë, ka shkuar në Mesxhidul Aqsa e pastaj ka shkuar lart në përqiej. Ç'është kjo? Tha për sa? Tha për i pjesët natës. Tha ai ka thonë ai se kam taku. Pra Muhammed Mustafa alayhis salatu wassalam tha po ai e ka thonë, tha e besoj. Ai than beson ke pralla atëherë, pse beson? Tha po kjo s'është në një gjë, kam besuar më shumë se kjo. Unë e njoh mirë atë, e di mirë kush është, e njoh para profecisë, e njoh mas profecisë, ja kam parë argumentet, dhe unë besoj, tha, besoj që ati i vjen Xhebrail Emini nga lart në sekond. Kjo që e ka prej pjesë natës, kjo realizohet lehtë, tha. Por unë besoj më shumë se kaq. Besoj që në raste të veçanta kur doni madhi Zot, Xhebrailin çastja zbret ajetet e Kuranit. Ky Zot i gjithfuqishëm që në sekondë zbret Xhebrail Eminin në tokë, ky Zot i gjithfuqishëm e ngren Muhammed Mustafa në çast ku don ai. I pjesët natës është shumë. Dhe thojnë edhe këtë radhë me Ebu Bekrin su përballun dot në besnikërinë e madhe që ai kishte ndaj të madhit Zot, ndaj Islamit e ndaj dashurisë madhe që kishte për profetin Muhammed alayhis salam. Kjo vëllezër motra nderuara i dha një fuqi të madhe profetit alayhis salam. Se nuk duhet të harrojmë që çdo gjë, çdo motivim, çdo fuqi shpirtërore janë dhuratë të madhit Allah. Asnjë njeri s'mund lavdrohet dot, sepse i madhi Zot ka dhënë dhurata. Dhe është turp ti të bësh si mendje madh me dhuratat që të ka dhënë Allahu madhnushëm. Dhe nata e Miraxhit ishte një dhuratë, siç i kishte dhënë Zoti i gjithësisë dhe profetëve përpara tij. Dhuratat e Zotit duhen marrë me modesti, edhe nuk duhet më u bë me të mendje madh. Biles ato duhen kur të hap rrugën i madh i Zot për ta besuar atë më shumë, më pastër, më rregullt, më me dituri, më me mençuri, më me vizion, më me moral. Kur i madhi i Zot xhelle shanu, xhelle xhelalu të ruan ty që mos të bish në botën e veseve dhe të drejton ty drejt botës virtyteve, ti mos thuj që unë edhe s'ka tjetër. Po ti thuj faleminderit i madhi i Zot që mu po më stabilizon dhe po më bën më të fortë, më të përcaktuar në fen tënde të dashur. Por siç jam unë, edhe më shumë mjep i madhi i Zot drejtim dhe udhëzim, por udhëzoj, begatoj edhe gjithë të tjerët, se ato janë shumë mirë, po ti i madhi i Zot shtoja mirësinë. Se nga herë me mirësitë që t'jep i madhi i Zot filloi bosh mendje madh njerëzve të Zotit. Kjo është turp i madh në Islam. Sa më shumë shton Zoti mirësitë, aq më shumë besimtari vërtet shton modestinë. Sa më shumë shton Zoti mirësinë, besimtari jo i mirë shton mendjemadhsinë. Prandaj çdo gjë me modesti, me njerëzillok, me etik, me kulturë, sepse pak kohë jemi në këtë botë do ikim. Ti që bëre se kush e di kush je, as hije mbi tokë s'do bëjmë nesër asnjëri prej nesh. Prandaj çdo gjë me njerëzillok, çdo gjë me modesti. Çdo hap, faleminderit i madh i Zot, mruj këtu ku jam, më jep më shumë nga madhështia jote, nga dhuratat e tua të pafundme, nga mirësia jote e pakufishme. I madh i Zot, nëse ai, kanë thënë gjithë ulemat e Islamit, një nga dhuratat më të mëdha që të bën Zoti është që ta heqë ves, ndihmon që të heqësh i ves. Nga gjërat më të bukura, më të vyera që ka Islami, është që të mundson ty që shtosh i virtyt. Dhe këto janë nga gjërat e mrekullueshme që fillon ndërtohet njeriu. Mbas këtyre çfarë vjen? Kur ti ndërtohesh si njeri, ndërtohesh me midituri aq sa të ka mundsuar i madhi Zot, ti ndërtohesh me stabilitet shpirtëror. Je njeri jo nevrastenik, po me Islam anti-stres. Ti je njeri i kompletuar tashmë në karakter, ke një ekuilibër të madh nga ana psikologjike dhe e zemrës, nga ana shpirtit dhe e trupit. Ti pastaj mos u mërzit, se ky stabilitet, kjo mençuri, ky vizion do t'i japi edhe të gjitha të tjera të mira. Se shumë njerëz për shembull e shkrin jetën për ca pasuri. Ty të begatoft i madhi Zot, do t'japi Zoti pasurinë që don. Por gjithmonë kur e ke ndërtu veten, pasuria nuk dëmton. Ajo do të vi, se vetë rruga islame e ka këtë.
Vizioni islam, mençuria, se ti të bekofti i madh i Zot, duke pas virtyte, duke u largu vesit, duke të ndihmuar i madh i Zot se ti si je i fortë, ti do ta kesh jetën të hapur. Ti do të hapen dyert e rrezikut dhe të mirësisë. Vetëm i rast nuk të vjen qofse i madh i Zot shef që je i dobët dhe thot, po i dhash ky shkatrohet, largohet nga feja. Se me të pa i madhi Allah që ti je i stabilizuar në shpirt, në zemër, ti jep ekonomi të pafundme, ti jep mirësi të pafundme, ti jep dhe pushtet siç sa dush ti, por në kohën që shef që ajo nuk të dëmton. Kella inel insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Keni parë njeriu thot Kur'ani kur e tepron, shkon drejt diktaturës, kur bëhet i panevojshëm, që bëhet i pastër apo me pushtet. Gjithë Islami, esenca e Islamit është ndërtohet njeriu, ndërtohet me mençuri, me vizion, me kulturë, me etikë. Të jetë njeri i cili shkon drejt botës virtytit, largohet nga bota e vesit, kjo me ndihmën e të madhe të Zotit se njeriu është i pafuqishëm. Kur krijohet kjo, e ke të hap me mirësitë e pafundme të kësaj bote, do të hapin mirësitë e pafundme të botës tjetër. Se disa mendojnë që po u bërë musliman s'bëhesh do t'i pasur, po u bërë musliman s'bëhet do të karrierë, po u bërë musliman s'bëhesh do t'i famshëm. Jo, me Islam i madh i Zot, nëse sheh që ti i mban ato, ti hap rrugët çon atje ku ti s'e ke mendu, që nuk do të çote kur vesi, nuk do të çote kur e keqja, nuk do të çote kur pasioni i keq. Këto janë koncepte gjigande që i vërtetoi Kur'ani. Wa man asdaqu min Allahi qila, wa man asdaqu min Allahi haditha. Tha kush mund të flasi më me vërtetësi se sa i madh i Zot vetë, kush mund të flasi më saktë se sa i gjithfuqishëm i gjithdijshmi. Këto janë koncepte që i mungojnë sot muslimanëve në botë, vetëm ne ke xhamia të pak. Inshallah duke sugjeruar njëri tjetrin, duke këshilluar njëri tjetrin, duke nxjerrë nga ato xhevahiret, perlat, mjaltet e Kur'anit dhe të jetës profetit, shumë nga ne kanë nevojë ridimensionim të kuptimit të Islamit. Sepse gjërat madhore, gjërat e bukura, gjërat me peshë, akoma nga ky Islam madhështor ne nuk i kemi kuptuar. Për këtë arsye inshallah në mënyrë graduale dhe profeti alayhis salam mori fuqi të madhe nga nata e Miraxhit. Kur pas e çbohet atje lart dhe kaloi në makro, kjo mikro e vogël tu ju duk shumë e dobët në krahasim me atë që pa xhenetin, xhenemin apo pa u afru deri afër të madhit Zoti qofshim fal. Dhe kur njeriu del nga ajo që është e vogël, ka ajo që është e madhe, atëherë i kupton më mirë dimensionet e asaj që është e vogël. Dhe profeti alayhis salam kur erdhi sa herë viti i haxhit, sa aty e gjen të terrenin për të ftuar njerëzit në Islam dhe nuk lete fis që vishin nga vendet e tjera, domethënë nga arabët, po nga qytetet e tjera ose nga vendet e tjera, vetë se i gjen të mënyrën duke i shkuar në përçadra me edukat, me mirësi, thotë, a ka dikush nga ju që më pranon t'ja shpjegoj të madhin Zot. Ky ishte qëllimi i profetit alayhis salam. E shkote, shumë prej tyre ishin arrogant, shumë prej tyre s'donin të hynin problem me Mekka siç e luftonin profetin alayhis salam. Besimtar kishte pak, mund të ishin rreth 80 besimtarë, pjesë prej tyre ishin femra. Dhe Islami në këtë kohë ishte i dobët, po fuqia e madhe shpirtërore e Muhamedit alayhis salam ishte e pafundme për të thirrë në rrugën e të madhit Zot me pastërti, me sinqeritet dhe me mençuri. Derisa sunduesi i madh i gjithësisë u lodh duke i taku fiset, kaloi ai viti i haxhit, u lodh përsëri çdo vit që vinte në ato 2-3 vjetët, desh i madh i Zot. Kur don ai që i bën sebebet, asnjëherë s'është mërzit, duke i thirrë, s'ka problem, ka pas raste e kanë largu, ka ik. E rëndësishme ishte i qartë misionin që kishte, donte që në tokë i madh i Zot të jetë prezent. Donte që i madh i Zot dalin pa në tokë. Kjo ishte qëllimi. Ky ka qenë qëllimi profetik. Ky është qëllimi i çdo muslimani dhe i muslimanit sinqert. Nuk pranon dot i musliman dhe i muslimanit sinqert që në tokë të dominojë shejtani mallkum. I musliman dhe i muslimane sinqert që e ka kuptuar realisht fen, wa man ahsana, wa man thot Zoti i gjithësisë në Kur'an. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah. Tha kush flet më bukur, më rrjedhshëm, më këndshëm, më mirë, më shkëlqyeshëm se sa ai që thret në rrugën e Zotit. Që do thot, që nëse e ke kuptuar vetë fen, dhe e ke kuptuar xhevahir është, mirësi është, bukuri është, lirësi është. Si të ka shndrit i madh i Zot duke e kuptuar Islamin, nuk të rrin shpirti ty i qetë derisa këtë t'ja përçosh edhe tjetrit. Kjo është ajo që e kishte profeti alayhis salam. O men ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tha kush është që është duke folë më bukur, më mirë, më rrjedhshëm, më këndshëm se sa ai që fton rrugën e Zotit. Wa amila salihan, dhe bën punë të mira dhe thot me krenari un jam prej muslimanëve. Kur plotësohen këto kritere e ke për krenari të madhe thush jam musliman ose muslimane. Profeti alayhis salam shkon në çdo çadër, deri në fund ja lehtësoi i madhi Zot, dolën disa djelmosha nga Medinja, i than për çfarë thret, i shoi profetin çadër, than çfarë thret,
Tha rrugën e të madhit Zot jam profeti ati. Tha i vërteti e njëri prej tyre. Tha ku e kuptove ti kaq shpejt? Ku e kuptove ti që jam unë i dërguar i Zotit? Than sepse hebrejt atje në Medinë na thojnë neve, kur neve jemi më të fortë se sa ato, na thojnë dëgjoj. Po pritet profeti i fundit. Besojmë se do vi prej nesh e do t'ju gjej juve belaja. I tha atyre shokëve të vet, ne duhet me pranu profetin përpara atyre. Se ky është ai që thojnë hebrejt. Dhe profeti alayhis salam buzëqeshi, edhe i shpjegoi atyre parimet e fesë. Deshi i madh i Zot në vazhdimsi, këto djelmosha u kthyn atje në Medinë dhe fillon duke i thirrë njerëzin fenë islame. Dhe filloi Islami duke hyrë në për familje, duke dëgjuar njerëzit, dikush besonte, dikush se kuptonte. Dhe profeti alayhis salam vitin që erdhi më pas, i takoi përsëri këto ishin shtu dhe disa të tjerë. Dhe profeti alayhis salam i dërgon Mus'ab ibn Umairin, një nga shokët e tij të dalluar. Ja dërgojnë në Medinë për t'i thirrë njerëzit tashmë në fe, po më me dituri se sa këto djelmosha që kishin marrë vetëm disa sekuenca nga fjala e profetit alayhis salam. Shkon Mus'ab ibn Umairi dhe me një edukat madhe, me një mençuri shumë të madhe, i ftonte njerëzit. Saad ibn Muadh ishte nga fisi Awas që ka qenë, Awas dhe Khazreji kanë qenë dy fiset më të mëdha. Edhe ishte kryetari i tyre. I ri ishte, po ato të tjerët ishin vranë në luftë dhe ai ishte kryetari i fisit shumë të madh në Medinë. Atëherë fisi kishte ndikim shumë të madh dhe i pari dëgjoi pothuajse me verbëri. Kur e pa Mus'ab ibn Umairin duke lëviz nga Medinë, i tha atij shokut që ishte, shko dha lajmëroj atë person që ka ardhur me hap një ideologji tjetër këtu në Medinë që ne se kemi leju që pos hiku ne e vrasim. Edhe Mus'ab ibn Umairi i vjen ai dhe i thot, nëse ke ardhur me na tregu ti gjëra që i din ti, bën mirë të ikësh nëse don të jetosh. Drejt. Dhe Mus'ab ibn Umairi i shkëlqyshëm, jo pa qëllim e dërgoi atë profeti alayhis salam, i tha, mirë, unë në vend ju jam. A mundesh ti të pranosh diçka nga mu që nëse e dëgjon, aq du vetëm për te, nëse s'pëlqen, unë hika shumë shpejt. Dhe ai për respekt, nga që Mus'ab ibn Umairi ishte me disa nga fisi atij, tha fol, çka ke për të fol. Dhe filloi duke i lexuar jetën nga Kurani famlart. Filloi duke i shpjeguar konceptet gjigante të Islamit, duke i shpjeguar mirësitë e mëdha që ka kjo fe. Saad ibn Muadh priste atje, sa pse po vonohet. Ky dëgjonte me vëmendje për Islamin dhe elhamdulillahi rabbil alamin, thot ai që e transmeton, thot e shikoja në fytyrën e tij që do e pranonte Islamin, i ndriçoi fytyra, i ndriçoi shpirti duke dëgjuar. Sa njerëz janë sot në botë, ju begatofti i madh i Zot që me zor e presin lajmin e madh Islam. Sa njerëz sot nga 7 miliard, ju begatoft Allahu xhelle xhelalu shpërndajeni atë. Me zor e presin, me kuptu kush i krijoi, për të kuptuar kush e krijoi universin, për të kuptuar qëllimin e madh për cilin u krijoi njeriu dhe jo për ardha e tij nga kafsha. Këto janë ato që e ndriçojnë njeriu, e ndriçojnë botën, e ndriçojnë qytetërimin. Kur kuptohet Islami real, pa pengesa, pa gjëmba që vjen gjatë rrugës, i pastër, i qartë, i rrallë, i mrekullueshëm, i butë, i mëshirshëm, i moralshëm, i drejt, human, altruist, Islami vërtet që është në Kur'an dhe në Sunet. Kjo është ajo që ne kemi amanet për ta mbartë ne, sa të kemi mundësi t'ia përçojmë atë të tjerëve. Dhe ai tha e parë fytyrë që do e pranote, sa mbar, tha si bëhem unë musliman. Unë si bëhem musliman. Tha ti musliman bëhesh duke thonë la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah. Tha me pranuar që Zoti i gjithësisë është një i vetëm dhe idhujt, adhurimi diçka e tjetër, pastaj është e pasakt. Dhe të besosh që Muhamedi alayhis salam është dërguari i tij. E thash adetin, tha dëgjoj tani që u bora musliman kemi i bela me Saad ibn Muadhin. Ai më ka thonë mu shko largoj ose e vras. Tha sillu me të me butësi se unë do ta sjell atë ty këtu. Dhe kur shkoi ke Saad ibn Muadhi, tha ai fole, ata shpërsin. Tha i fola, por bëjmë mirë të flasim bashkë. Para se më nisi dha këto fjalë që mi the mu, do t'ja thush dhe atij, se është njëri shumë i sinqert, shumë i drejtë. Dhe vjen Saad ibn Muadh edhe i thot po të njëjtat fjalë. Pse s'largohesh, ne të vrasim, çdon ti këtu, s'ke marr lejen tonë me radhë. Mus'ab ibn Umairi me butësi, me mirësi, tha dëgjoj. Drejt ke. Pa më dëgjon ti mu do disa fjalë të ti shpjegojmë, nëse të pëlqejnë ti i pranon, je i lirë. Nëse s'pëlqejnë, unë hika me shpejtësi. Nuk ju shqetësoj. Tha fol ç'ke për të fol. Edhe më shumë ja tha kështu për burrni që mos më u bë diktator, më ja pengu fjalën. Dhe filloi Mus'ab ibn Umair, fa subhanallahu al-azim. Sot lëviz nëpër xhennetet e Allahut xhelle xhelalu, e filloi t'ia shpjegoj Islamin me ajet e Kuranit. Me ajet e Kuranit që ishin të kuptueshme për atë. Se ne sot themi ajet e Kuranit, themi njerëzve ajet e Kuranit që si kuptonin. I gjithë Kurani është perl,
po ti perlat e Kur'anit edhe profetike do t'i nxjerrësh ato që kuptohen 2016 në Alidem ke xhamia Tabakëve në Tiranë, tjetër është koncepti në Francë, tjetër duhet mi thonë në Amerikë, tjetër duhet mi thonë sipas kontekstit dhe traditës, ka disa bazamente, po me butësi dhe me shkollë dhe me kuptim, duke kuptuar atë që ke përballë, se të gjithë flasin ajet e Kur'anit, po thotë zhën përpara as. Musab ibn Umeri tha ato që duan disa perla që ishin të kuptueshme për atë vend, për Medinën atë kohë, dhe ju zbart fytyra Saad ibn Muadh quaj. Tha këto që e kanë gjëra të mira. Po tha Islami për mirë thret. Shikoje. Ato që kanë pa vetëm ISIS-in për shembull. Sot, kur t'ia thosh ti mëshirën, paqen, dashurinë, mirësinë, altruizmin, drejtësinë, këndshmërinë, ekuilibrat psikologjik, shpirtëror, zemrën, trupin, pastërtinë, bukurinë, Islami, ai manitet, thotë kjo që ka e bukur, ti i thon, ky është Islami. Kjo është ajo që pritet. Kjo është ajo që është e realt. Dhe i tha, çfarë bëj unë që të bëhem musliman? Tha që ti të bëhesh musliman, duhet të thush shahadetin e madh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden Rasulullah. Thush që Zoti është një dhe një vetëm, i pa shok, pa ortak. Kjo është gjëja më gjigande që thoti musliman dhe i muslimane. Kjo është ajo që shahadeti i madh dhe me shku në zjarr të xhenemit nuk rrin në të përjetësisht. Këtë pjesë e ka lehtësuar i madhi Zot. Për ta pranuar Zotin duhet vetëm me gjuhë. Pastaj sipas mundësisë secili përkushtohet për të mirën e shpirtit vet, për të mirën e jetës vet, për të mirën e vet. Këtë shahadet ta konkretizoj me vepra dhe me perla të mira që i kërkon Islami. Tha atëherë unë jam bë musliman, Saad ibn Muadh. Tha unë atëherë jam bë musliman. Masi e tha shahadetin. Tani tha kam i detyrë tjetër, shikoje. Tha tani kam i detyrë tjetër. Tha unë duhet me i thirr të gjithë në Islam. Shkoi dhe e mlodhi fisin. Me qindra vet. I tha çfarë jam unë për ju? Ja, i çik dau, domethënë edhe kjo do kuptuan kontekstin asaj kohe, me mbledhjen e fisin, fillojnë ke mori metër tokë, ti ai që më ke thonë para 5 vjetësh kështu ku dëgohet më fizik duke ne, po ideja është atje ishte i pari i fisit. Sot fizi para se me u bashku gjëra me u përça, jemi belat madhe, fisi jo gjë e madhe në Islam. Ka thonë e ka vendosi madhi Zot në arshin e vet dhe ka thonë kush më dan mu, ai i kënaq i tha lidhjeve farefisnore që fillojnë me babë, me nënë, me radh, vllai, motër, xhaj, daj, hall, teze, komplet tafëmi që janë në fillim, dha e ka vendosur sipër arshit dhe ka thonë, ai e kënaqur lidhje farefisnore që kush të mban ty unë mbaj, kush të ndan ty unë largoj i madhi Zot, kështu i ka thonë. Sot është nda fisi është bos, ka problem, biles shpesh herë ja udhin fisit. Light. Ne jemi keqne. Ne jemi në çerdha akoma. I mlodhi dhe i tha, kush jam unë për ju? I thani i pari jonje. Tha, si jam dukur juve dhe i mençur jemi disnesh. Tha, musliman jam bërë, kush zbohet musliman si flas. Ekstrem. Kjo pa ishte i ri. Tha, a më dëgjoni ju, mu jam i pari ju i po. Tha, kush nuk bëhet musliman, me mus flet. Qatë bëjshin ato i pari fisi, gjithë musliman vend. Deshi madhi Allah, gjell dhe gjelalu, t'ja bon të autostrat profet a.s. Medinën. Se kujtun Mekasit, me që s'pë i hapin ato mundësin, edhe ngeli Islami. Miljarda rrug ka i madhi Zot ke një që është i sinqert me a bot dritë, ku dojaj. Ja blokun Mekë, ja bori Zoti i gjithësisë autostradë Islame në Medinë. Nga atje u përhap drita, pastaj në gjithë botën, dhe mas pranimit Islamit Saad ibn Muadh, Medinja filloi të gumzhoj. Filloi Medinja të gumzhoj me Islam. Islam të pastër, Islam të rregullt, dhe mrekullia filloi kur vetë Muhammed Mustafaja, alayhi salatu wassalam, hyri pastaj në Medinë me i dritë madhe, me i nur të madhe, me i shpresë të madhe, me i bukuri të madhe, me i pastërti të madhe, me i lirësi të madhe, me i njerëzillëk të madhe, me i etik të madhe, me i kulturë të madhe. Edhe aty filloi drita e begat islame, mirësia e cila sot ka rrjedhur deri ke ne, që inshallah dhe ne në mënyrë të gradualt, se s'bëhet njeriu i devotshëm me xhuma, as s'bëhet njeriu i devotshëm me fjalim. Po i keq bëhesh, sa të dalësh nga xhumaja ziu, bëhesh i keq. Kurse për të bëj mirë do kohë. Për të mori diplom, duhen vite studim. Jo për të bëj musliman i mirë, por i musliman i mirë dhe i musliman i mirë shkon në xhennet. Pra e ka bot vështirë për të ndërtu, për të bëj, për i keq dil aty ziu. Del tjetri, atje vret një, u bëj i keq. Se për të bëj i mirë, s'del dot aty me bozi i mirë, ajo është vetëm një sekond mirësie. Për të ndërtu i mirë ashtu si shkërkon Kurani famlart. Apo i mirë si profeti a.s.
apo si shokët e tij të ndershëm do kohë. Por kjo paguhet me mirësitë së kësaj bote dhe kjo paguhet shumë rënd me xhenet. Njeriu mirë shpërblehet me xhenet për jetësi. Njeriu mirë i hapen dyert e mirësisë në këtë botë, ai sa i mban. Zoti i ka thonë jo besimtar miliarder. Çfarë kuptimi ka kjo? Musliman fukara, s'shkon. A di pse ndodh kjo? Se ai e ka prej biletën. Ai e ka prej biletën anej. Në këtë botë e kërkon, ja jep nga mëshira vet. Thot në Kur'an, kush e kërkon këtë botë, ne ja japim. Ti do me shku në xhenet, je i dobët. Klev nuk të bë miliarder, se me qenë miliarder zvjemo për gjuma thu, u bo ai me fol aty të një gjoja dhe u me gjithë të lek. Zvjemo. Vetëm unë fol se ku ulesh një gjojnë vetëm ty, thot për një gjojnë atë dhe një që për na ma hudë, ky i mençur gja, orator. Ku ka me mu? Se njeriu ngatrohet kur ka lek. Kur të me të pa i madhi Allah, ty që e mban lekun, e menaxhon mirë, nuk bë fesad, ta miliarder të bën. Ti hap gjithë dyert e kësaj bote. Janë këto janë premtime Kur'anit, s'po i them unë. Por ne duhet ndërtohemi avash avash me Islam real. Po të gjesh ekuilibrat fort në zemër, në shpirt dhe e man dynjan, këtu gjithë bota të vjen dorë. Inshallah Allahu na boft nga muslimanët e mirë dhe muslimanët. Amin ya rabbal alamin. Kullu ma taslimu. Astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin.